Përshëndetje vajza, përshëndetje çuna, kudo që jeni në Netarva, kjo është faqja e Nënetaros e vetmja e Nënetaros. Sorry për zërin ditën e sotme se jam pak pa qef. Por gjithsesi, dua të flas pak për çfarë duhet të bëni për muajin tetor dhe çfarë sill portali i muajit tetor, se kemi portalin e muajit të 10 dhe data 10 është një portal i fuqishëm që sjell shumë ndryshime në jetën tonë. Pra, në muajin shtator që ishim këtë muaj, kemi pasur shumë ndryshime, shumë plagë, shumë cikle të kaluarës dhe kemi bërë një fillim të ri në datën 30. Ditën e sotme, të shumica nga ju janë duke përfunduar ciklet e tyre. Shtatori mbajti energjinë në numrit 9, përfundoi dhe mbylli çdo gjë ose një marrëdhënie që nuk të vlente më, një punë që nuk të jepte atë që ti kërkoje. Njerëzit nga e kaluara u ke mbyllur dyert, ke vetëvlerësuar veten dhe ke kërkuar nga vetja jote njerëz që të japin potencial, të japin fuqi, të japin energji. Dhe kjo është që tetori tani sjell kapitull të ri, numri 10, krijim dhe lindja e re. Pra, çdo mendim, çdo dëshirë që ti vendos në datën 30, që është dita e sotme, do të ndodhë gjatë tetorit, nëntorit dhe dhjetorit. Nëntar u ka thënë në një live në TikTok që në muajin tetor, nëntor, dhjetor kemi një ndryshim. Janë deri në datën 29 dhjetorit më saktë 2025-s, është një energji shumë e fortë dhe kjo energji do na lirojë nga të gjitha ato gjërat që ne nuk na shërbejnë më. Ishte për muajin shtator, kurse këto 3 muajt na tregon çfarë duhet të bëjmë, na tregon si duhet të ecim, na tregon çfarë dashuri të reja, ose një dashuri që ka qenë gjysmake dhe kemi një rikthim dhe kjo dashuri që është në rikthim do jetë për gjithmonë. Pra, deri më dje ke pasur karman, kurse tani ka ardhur momenti që ti të kalosh në diçka më serioze, diçka më me themel. Çfarë duhet të bëni ditën e sotme? Dëgjoni me kujdes. Liro çdo gjë që nuk të shërben më. Mendimet, njerëzit, dhimbjet e vjetra. Merr një letër dhe shkruaj dëshirat e tua që kërkon në muajin tetor. Dashuri, para, stabilitet, lumturi, prosperitet, shëndet në familje, një punë stabël. Çfarë duhet të thuash me zë? Thuaj me zë ose në heshtje ndaj universit çfarë ti dëshiron, çfarë ti kërkon. Imagjino ato dëshira që tashmë kanë ndodhur. Ato dëshira që ti duhet falenderosh universin, sepse 2025 ka pasur dhe gjëra pozitive, apo jo? Pra, nëse ti ditën e sotme shikon orën 11:11, sorry, u kërkoj ndjes, 11:11, 10:10 ose 9:9, kjo është një shenjë që dyert e së kaluarës po mbyllen, cikli i ri po hapet, manifestimet e tua janë duke ardhur drejt realitetit. Mesazhi i yjeve që duhet të jesh për ty ditën e sotme. Vendimet dhe dëshirat që vendos sot do të frymëzojnë muajin tetor, nëntor, dhjetor. Mos u përqendro tek e kaluara, tek njerëzit që nuk të kanë dhënë ushqim, tek njerëzit që nuk të kanë dhënë energji, tek njerëzit që nuk të kanë dhënë lumturi, por përqendro tek ajo që do të ndodhë në muajin tetor, nëntor, dhjetor. Universi është gati të sjellë gjëra të reja. Pra, këshilla e nënës është: sonte para se të flesh, shkruaj në një letër 3 gjëra që të lëshosh nga jeta jote, të shkuarën, ajo që nuk të shërben më, njerëzit, shoqëria, një partner që nuk të ka dhënë lumturi, dashuri, po ka ikur dhe të ka lënë në heshtje ose në hares. Dhe 3 gjëra që dëshirojnë që të vinë: dashuria, puna, shëndeti. Por, pastaj do ta marrësh të letër, ta palosësh nga vetja 3 herë dhe ta mbash në kopë të jastogut. Ose, pas 3 ditëve, mund ta djegësh dhe ta lëshosh tymin në univers. Do me thonë ta frysh në dritare ose në balkoni, që universi të marrë atë shënimin dhe punimin që ti ke bërë për atë dëshirë që ti ke kërkuar. Në qoftë ti dëshiron diçka më të fuqishme se kaq, unë do të thoshe që duhet ky shkrim që ti po bën ditën e sotme, është ideal ta bësh në orën 10 deri në orën 11:30. Por ditën e sotme, ditën e sotme, elementet që duhet të përdorni në një manifestim, të përdorni disa gur kuarc, rose quartz, të përdorësh amethyst,
të përdorësh disa gur që ty të t'japin fuqi, të t'japin energji atë moment, okay? Por duhet i pastrosh para se të fillosh. Njësoj si në netarua këtu që ua ka bërë si shembull tani. Opsioni është të kesh një dru kanele dhe të kesh dhe dafin për të rritur energjinë e bollokut. Do me thënë, të kesh një dru kanele, okay? Të kesh një dru kanele dhe një gjethe dafine. Në gjethen e dafinës do shkruash dëshirën që ti ke ditën e sotme. Okay? Unë për shembull do shkruaj diçka që më intereson shëndetin do në netarua, por kjo është si punë shembulli. Kjo këtë moment është si punë shembulli. Ti do ta marrësh të shkruash këtu, edhe më pas do ta marrësh do ta djegësh tek pjata që tha në netarua. Okay? Pra, manifestimi yt është personal. Në datën 30 shtator, dhe të hapi parësh, të pastrosh dhe të lirosh, të relaksosh, të vendosësh qirin, gotën me ujë mos haroni, dhe mbylli sy disa qaste dhe thuaj me zë, të qetë. Me zë që të dalë nga shpirti, nga krarori, duke marrë frymë thellë, 3 herë, nga kërthiza të vej në gjoks, të ambash disa qaste dhe të nxjerrësh, të dalin gjithë blokimet e tua në atë moment. Dhe më pas të shikosh diçka brenda teje, që mund të jetë një dritë, mund të jetë diçka tjetër, por përqendrohu tek gjërat pozitive. Pra, çdo gjë që ty të ka dhënë plak, do thuash me vete. Më dëgjoj me kujdes. Unë lëshoj çdo plak, çdo zhgënjim, çdo dhimbje dhe pengesë që s'më shërben më në rrugën time të jetës. Sot mbyll dyert e së kaluarës me dashuri dhe hap krahat për fillime të reja. Ndërkohë, imagjino gjithë njerëzit, situatat dhe ndjenjat që ti sidomos, personat që të kanë lënduar, sikur të largohen si re në qiell nga jeta jote. Hapi 2, shkruaj dëshirat. Çfarë dëshirë ke? Dashuria për shembull. Tërheq një dashuri të plotë, të ndeshme, të qëndrueshme që më do dhe më respekton. Bollokun, parat rrjedhin drejt meje, me lehtësi, më japin siguri. Hapje rrugë, hapje shpirtërore. Jam në vendin e duhur, në kohën e duhur dhe jam duke ndjekur misionet e mia. Pra, mos shkruaj dua. Okej, no. Shkruaj si të kesh ndodhur tashmë. E kam, jam, më vjen. Ti këtë moment e aktivizon atë që ti kërkon. Dhe dëshira tjetër që duhet ta thuash me zë, ato që ti ke shkruajtur 3 herë më sipër, që unë ti thash pak më parë, këto janë, do thuash me zë të lartë, këto janë dëshirat e mia. Universi tashmë e ka vendosur në rrugë drejt meje, me dashuri, besim, mirënjohje. Unë i pres. Merre letrën poshtë jastëkut, ose në një vend të fshehtë ku askush nuk e prek, që mos e marrë energjinë tuaj. Lëre qiriun të digjet pak dhe shuaje me kujdes. Mos i fryni qiriut kurr. Thjesht me 2 gishtat ose me diçka që ta fike. Por, përdor diçka, si për shembull lagë gishtin me pak ujë, nëse ke frikë edhe. Okej? Fjalët e fundit për të përsëritur 3 herë para se të flesh. Çdo gjë që është e imja, po vjen drejt meje. Jem gati të pranoj dashurinë, bollokun, mrekullinë që më presin, dhe kështu është. Bonusi shpejt dhe i shenjtë ditën e sotme është. Nëse sot ti shikon orën 11:11, ose në rrjetet sociale numrat 11:11, 10:10, ose 10:10, ose numrin 99, dijeni se portali është i hapur dhe dëshirat kanë hyrë në lëvizje. Nëse doni një version tjetër, ju mund të interesoni përsëri dhe të më të shkruani në privat versionin, por ky është versioni më i mirë për ju. Okej? Ju përshëndet në netarua dhe ju uroj një ditë të mbarë.